Fjolla shpërthen në lot në dhomën e rrëfimit, emocionet dhe fjalët e Oltës e prekin thellë. Në shtëpinë e Big Brother Kosova ka momente kur zhurma, debatet dhe tensionet ndalen dhe vendin e tyre e zë emocioni i pastër. Një nga këto qaste ndodhi kur Fjolla hyri në dhomën e rrëfimit, e mbushur me ndjenja të forta që nuk arriti t'i mbante më brenda vetes. E ulur përballë kamerës, Fjolla nisi të flasë me zë të dridhur. Fjalët e Oltës, lavdërimet dhe mënyra si ajo e kishte mbrojtur dhe vlerësuar, e kishin prekur thellë në shpirt. Ajo nuk e fsheu dot emocionin, lotët nisën t'i rridhnin ngadalë, një nga një, si pasqyrimi i gjithë peshës që kishte mbajtur mbi supe. Fjolla tregoi se sa e vështirë është për të qëndrojë fort çdo ditë, sidomos duke qenë nënë e 2 vajzave. Ajo foli për përgjegjësinë që ndjen, për frikën se mos keq kuptohet, për dhimbjen që i shkaktojnë akuzat dhe fjalët e rënda, por edhe për mirënjohjen e madhe kur dikush e sheh dhe e vlerëson siç është në të vërtetë. Lavdërimet e Oltës nuk ishin thjesht fjalë për lojë, ato ishin njohje e sakrificës, e forcës dhe e karakterit të saj. Pikërisht kjo e bëri Fjollën të shpërthejë në lot. Ajo pranoi se nuk është mësuar të dëgjojë fjalë të mira, sidomos në një ambient ku shpesh dominon gjykimi dhe kritika. Jam lodhur duke u mbrojtur. U shpreh ajo mes lotësh. Kur dikush flet mirë për mua, më shkon direkt në zemër. Lotët e Fjollës nuk ishin dobësi, por një çlirim emocional. Ishin dëshmi e gjithë barës emocionale që ajo ka përjetuar brenda shtëpisë dhe jashtë saj. Ky moment tregoi një Fjollë të vërtetë, të zhveshur nga çdo mask loje, një grua e ndjeshme, por e fortë, që mban shumë më tepër se sa duket në sipërfaqe. Publiku e përjetoi këtë skenë me shumë empati. Shumë u prekën nga sinqeriteti i saj dhe nga mënyra se si një fjalë e mirë, një vlerësim i ndershëm, mund të bëjë që një njeri të thyet nga emocionet. Ishte një kujtesë e fortë se pas çdo banori të Big Brother Kosova fshihet një histori. Në një